Ledion Krisafi, eksperti i marrëdhënieve ndërkombëtare, deklaroi se që pas 9 shkurtit Kosova është më afër zgjedhjeve të reja se sa krijimit të qeverisë së re. Sipas tij, Kosova ka nevojë për stabilitet politik, pasi nuk dihet se si administrata e presidentit amerikan Donald Trump do sillet me Kosovën. Ai tha gjithashtu se asnjë nga kombinimet për koalicion që mund të bëhen nuk arrin të krijojë një qeveri stabile, ndërsa e shikon këtë situatë shumë problematike. Kam përshtypjen se Kosova është më afër zgjedhjeve të reja se sa zgjedhjes së qeverisë, sepse sido që ta rrotullosh këtë listë, aty qeveria do të jetë e dobët, problematike, e çoroditur, dhe Kosova në këtë moment ka nevojë për stabilitet. Tashmë kemi një administratë amerikane që nuk i dihet se si ajo mund të sillet me Kosovën, e duhet të ketë një person të matur dhe i kujdesshëm. Unë besoj se Albin Kurti nuk është as i matur dhe as i kujdesshëm. Nëse ai sillet me këtë administratë siç u soll me Joe Biden, nuk do të ketë një përgjigje të mirë. Mund të kemi rikthimin e tezave të shkëmbimit territorit me Serbinë, mund të shtohet presioni për të bërë asociacionin dhe Kosova ka nevojë për një qeveri stabile dhe asnjë komunikim nuk e jep një qeveri të tillë, deklaroi Krisafi.